Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim, përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë: a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idha hum bisahira, dhe ja ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka, dhe thuaj e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhehenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti
tua përkujtosh ata. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma Rjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira, ata thanë, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt, e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhe ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju thaun jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha lejlaha wa akhraja duhaha, natën ja arsoi e ditën ja ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa,
Xhehenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve, fa innal jannata hiya al maw'a, Gjaneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh ata. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dija për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna 'idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya zajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit Tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuwa, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikson. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rënd krimi juaj apo ai qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj
dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma Jufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi. E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt, e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rënd krimi juaj apo ai qiellit?
e ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawaha, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha lejleha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal ardha ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi. E idha kunna 'idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju thaun jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal ula,
atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha lejleha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa. Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia. Shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna 'idhaman nakhira. A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira. Ata thanë, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida. Pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit Tuwa. Kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuwa, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti
t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, wa ai përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kiameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dija për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi. E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa,
kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra. Ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa. Ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada. I të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la. Ju thaun jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa. Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh ata. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia. Shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira. A edhe pasi të jemi bërë
eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira. Ata than, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida. Pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit Tuwa. Kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuwa, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra. Dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa. Wa ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada. I të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la. Ju thaun jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa. Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dija për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura.
Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idha hum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit Tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuwa, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, wa ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dija për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan naziati gharqa, betohem
në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufu ar-rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yakuluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë: a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idha hum bisahira, dhe ja ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij
që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia. Shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ata i dhujtarët në dunja thonë: a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna 'idhaman nakhira. A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira. Ata thanë: atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya zajaratun wahida. Pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa. Kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra. Ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa. Ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada. I të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la. Ju tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kiameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa.
xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh ata. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia. Shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna 'idhaman nakhira. A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira. Ata thanë, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya zajaratun wahida. Pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa. Kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra. Dhe ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa. Ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada. I toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la. Ju tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kiameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi
për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar, wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve, fa innal jannata hiya al-mawa, Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dija për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat me rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtrat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma Jufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi. E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, wa ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikson. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rënd krimi juaj apo ai qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën ja arsoi e ditën ja ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj
dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma Jufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi. E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata thanë, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya zajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila fir'auna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt, e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikson. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rënd krimi juaj apo ai qiellit?
e ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawaha, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha lejleha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna 'idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka, dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal ula,
atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha lejleha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa. Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia. Shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna 'idhaman nakhira. A edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira. Ata thanë, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida. Pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa. Kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Kote faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti
t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, wa ai përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha lejlaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dija për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa, betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa, ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi. E idha kunna 'idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than, atëherë ai kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa inna ma hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira, dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa,
kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul halaka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra. Dhe ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa. Ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada. I të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la. Ju thaun jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodrat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kiameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa. Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia. Shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Ata i dhujtarët në dunja thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira. A edhe pasi të jemi bërë
eshtra të kalbur. Qalu tilka idhan karatun khasira. Ata than, atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida. Pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idhahum bisahira. Dhe ja, ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa. Atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit Tuwa. Kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuwa, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha. Ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka. Dhe thuaj, e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra. Dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa. Wa ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a. Pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada. I të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la. Ju tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula. Atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Me këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që frikësohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha. Është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha. E pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha. Kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum. Si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra. E kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara. E xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha. Përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya. Dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa. Jahannemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Kush ju friksua pra qitjes pra Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa. Xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha. Në çfarë gjendje je ti? Tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha. Vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha. Je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim. Emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan-naziati gharqa. Betohem në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta. Dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha. Dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa. Dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra. Dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufur rajifa. Ditën që vrullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa. Që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa. Atë ditë zemrat janë të tronditura.
Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë: a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idha hum bisahira, dhe ja ata mbi sipërfaqen e tokës. An ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit Tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuwa, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i të boi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe e përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj. Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Wan naziati gharqa, betohem
në ata me lajket që marrin shpirtat në rëmbim përmbytshëm. Wan-nashitati nashta, dhe në ata që marrin shpirtat me lehtësim. Was-sabihati sabha, dhe në ata që notojnë me shpejtësi. Fas-sabiqati sabqa, dhe në nxitësit të cilët me shpejtësi në vendin e vet çojnë. Fal-mudabbirati amra, dhe betohem në ata që çdo çështje rregullojnë. Yawma tarjufu ar-rajifa, ditën që vullshëm bëhet dridhja. Tatba'uha radifa, që pas saj pason tjetra. Kulubun yawma idhin wajifa, atë ditë zemrat janë të tronditura. Absaruha khashia, shikimet e tyre janë të poshtruara, friksuara. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira, ata i dhujtarët në dunja thonë: a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi? E idha kunna idhaman nakhira, a edhe pasi të jemi bërë eshtra të kalbur? Qalu tilka idhan karatun khasira, ata than atëhera i kthim do të jetë dëshpërues për ne. Fa innama hiya dajaratun wahida, pa jo ringjallja nuk do të jetë tjetër pos një thirrje, klithje. Fa idha hum bisahira, dhe ja ata mbi sipërfaqen e tokës. Hal ataka hadithu Musa, atë ka ardhur ty rrëfimi Musaj. Idh nadahu rabbuhu bil wadi muqaddasit tuwa, kur Zoti i tij e pa thirrur në luginën e bekuar Tuva, rreth kodrës Turi Sina. Idhhab ila Firauna innahu tagha, ko te faraoni se vërtet ai e ka tepruar. Fakul hal laka ila an tazakka, dhe thuaj e ke ndërmend të pastrohesh? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, unë të udhëzoj te Zoti yt e ti t'ja kesh frikën atij. Fa arahu al-ayata al-kubra, dhe ai ja tregoi mrekullinë e madhe. Fa kadhaba wa asa, ai e përgënjeshtroi dhe e kundërshtoi. Thumma adbara yas'a, pastaj u kthye prapa dhe iku me të shpejtë. Fa hashara fanada, i toboi të gjithë të vetët dhe ju mbajti fjalim. Fa qala anna rabbukumul a'la, ju tha unë jam Zoti juaj më i lartë. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirata wal-ula, atëherë Allahu të mërshëm e dënoi atë për këtë të fundit dhe për atë të parën. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha, në këtë ndëshkim ka përvojë mësim për atë që friksohet. A antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha, është më i rëndë krimi juaj apo ai i qiellit? E ai e ngriti atë. Rafa'a samkaha fasawwaha, ngriti kupën e tij dhe përsosi atë. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, natën i arsoi e ditën i ndriçoi. Wal arda ba'da dhalika dhahaha, e pastaj tokën e sheshoi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha, dhe prej saj nxorri ujin e saj dhe kullosat e saj. Wal jibala arsaha, kurse kodat ja përforcoi. Mata'an lakum wa li an'amikum, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Fa idha ja'til tammatul kubra, e kur të vi vala madhe kıyameti. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, atë ditë njeriu përkujton se çka punuar. Wa burrizatil jahimu liman yara, e xhenemi shfaqet shezhazi për atë që e sheh. Fa amma man tagha, përsa i përket atij që e ka tepruar. Wa athara al-hayata ad-dunya, dhe i dha përparësi jetës së kësaj bote. Fa innal jahima hiya al-mawa, xhenemi do të jetë vendi i tij. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, kush ju friksua paraqitjes para Zotit të vet dhe ndaloi veten prej epsheve. Fa innal jannata hiya al-mawa, xheneti është vendi i tij. Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ty të pyesin për kiametin, kur do të ndodhë ai. Fima anta min dhikraha, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë. Ila rabbika muntahaha, vetëm te Zoti yt është dia për ta. Innama anta mundhiru man yakhshaha, je vetëm qërtuesi atij
që ja ka frikën atij. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'ju duket sikur nuk kanë jetuar më tepër se një mbrëmje ose një mëngjes të saj.